Veç që tregona se apo bojnë kes trajtime edhe apo ndikon te populli për shembull fetë për qomjet e fejeve Ja, në vendin tonë. këtë bohat. Këtë kurs ndolën, heq. Po te na për shembull apo bohën për qomje që po bohen mes fejeve. A është një krizë, a është një luftë mes fejeve? Qërë shka pasam. Kur këtë s'nolën, ham kundër fejes e kundër njerëzve, kur bën keq edhe s'ka kuj ma. A u kom përpara kjo që kam bo për qomjen mes veti fejt? Do të në vendit tu? S'ka pas, rallë në herë që s'ka pas. Ata shqipu, ata se dhjën këtë fejë, jo këto, kuj ma. Pse po më ndonë të si qytetarë? Jo, nuk kam qepe du fejnë teme. Shka mëj me moj, shka s'moj. A është ma mirë me konë i drejtum në fejen e vetë, edhe mos mu mirë me fejt tjera, edhe mos me konë... Ja, du të me kopë një drejtim. Kesh këpë me selshë, e për një ka thonë. Këpë mirë me selshë, ju herë ashtu, kështu, e për një nuk i dhe njërë të... Kur bëhet për qomë janë mes fejeve, a monët më kriju edhe një luftë mes fejeve, edhe është me rrezikshme lufta... Qërë, mund të me ndu edhe se njerët e bojnë kretë këtu. A ke porë në kjerë ka nërkët ma shumë tani, njerët e bojnë këto. A është me rrezikshme lufta fetare apo lufta shtetërore? Si pas te... Të dyjat e kanë emrin luftë. Të dyjat e kanë emrin luftë. Si pas te, a mendon se për qomjet mes fejeve me këtu mund me shkaktu një... Mos hinë aton, është një luftë klasike qytetare për me rëdue pushtetin, jem ka hjek një qytetar të keqë. Nuk jem të lirë për rrezikut që ka ndodhë. A është e rrezikshme kjo? Po, shumë.